Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë kanë arrestuar një 54 vjeçar banues në Vlorë pasi nga verifikimi i kryer nga një grup i përbashkët i përbërë nga shërbimet e policisë dhe operatorit shpërndarjes energjisë elektrike u konstatua se kishte bërë lidhje të paligjshme të energjisë elektrike në punishten e duraluminit në pronësi të tij, si dhe në një objekt 4x4 të cilin e mban me vetgjyqësi, duke mos e liruar për pronarin e saj, një tjetër shtetas. Këta specialistë referuan materiale në prokurori për vlerësim, pasi më datën 15/10/2025, në një kantier ndërtimi në lagjen 11 janari, shoferi betonierës, një 62 vjeçar, duke pastruar automjetin, është rrëzuar aksidentalisht dhe përpasoi ka marrë dëmtime në kokë. Aktualisht ky shtetas ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Po kështu, specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë kanë arrestuar një 47 vjeçar banues në Greqi pasi në rrugën Murat Tërbaçi u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.